Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Përzieni limon me një lugë vaj ulliri dhe do shërojeni nga këto sëmundje. Mjekësia natyrale është përdorur gjerësisht në kohët e fundit. Falë saj, me shumë pak para mund të shërohen shumë sëmundje dhe shmangë rrezikun e efekteve anësore. Trupi mbet sasi të mëdha toksinash çdo ditë. Mëlçia, veshkat, zorrët, të gjitha këto organe dhe jo vetëm luftojnë për pastrimin e toksinave dhe filtrimin e substancave të dëmshme të cilat hyjnë në trup. Vaj ulliri dhe limoni janë dy përbërës kryesor të cilët do t'ju ndihmojnë të detoksifikoni gjithë trupin tuaj çdo ditë dhe të mbroheni nga sëmundjet, infeksionet, inflamacionet dhe gjithashtu kushtet e tjera të rrezikshme. Përzierja e vajit të ullirit dhe limonit stimulon sistemin tuaj imunitar dhe e bën atë njëkohësisht më rezistent ndaj agentëve të dëmshëm dhe të jashtëm. Vaji i ullirit dhe limoni kanë secili veti të fuqishme dhe imagjinoni së bashku mekanizmat mbrojtës punojnë me forcë të plotë për shëndetin e trupit. Si ta përgatisni këtë përbërje? Përgatitja e përzierjes është e thjeshtë. Vajin e ullirit dhe lëngun e limonit të freskët ju duhet që ta përzieni në raportin 1:1. Përzieni shumë mirë. Përzierja është e pasur me minerale dhe vitamina. Përfitimet: lufton kapsllëkun. Ky kombinim ndihmon për të lubrifikuar mukozën e tretjes dhe gjithashtu aktivizon edhe funksionin e fshikëzës. Kjo përzierje përmban antioksidantë të cilat na ndihmojnë të heqim qafe toksina dhe të ndihmojnë në çdo rast që të tretet mirë ushqimi. Efekti kardioprotektues. Vaji i ullirit është i pasur me acide yndyrore dhe ndihmon kontrollin dhe përmirësimin e qarkullimit të gjakut dhe gjithashtu heq kolesterolin. Është gjithashtu antiinflamator dhe ofron shumë vitamina. Mban mëlçin të ekuilibruar dhe gjithashtu fshikëzën e tëmthit. Ndonjëherë kur ndjehemi të fryrë, të rënduar dhe të lodhur, ndodh më shpesh që trupi i helmuar dhe kështu ju me këtë përzierje do të ndihmoni mëlçin tuaj t'i dëbojë këto toksina. Dhimbjet reumatike. Falë substancave antiinflamatore çdo mëngjes, një lugë çaje kësaj përzierje do të luftojë këtë dhimbje të bezdishme. Për të forcuar flokët, lëkurën dhe thonjtë. Për të forcuar thonjtë e dobët, të brishtos dhe të këputur, ju duhet të përzieni një lugë gjelle vaj ulliri me një lugë lëng limoni dhe kështu ju do të lyeni thonjtë 10 minuta para se të bini në gjumë dhe mund të flini me dorashka pambuku për të lejuar që përzierja e limonit dhe vajit të ullirit të tepërtojë në thonjë brenda natës. Gjithashtu nëse doni flok të shëndetshëm, të fortë dhe njëkohësisht me shkëlqim dhe për të kontrolluar zbokthin, vaji i ullirit dhe limoni munden ta ndihmojnë atë. Për më tepër, cilësitë e limonit si antiseptik munden që të ndihmojnë edhe në trajtimin e sëmundjeve të lëkurës. Siç mund ta shikoni, efektet e limonit dhe njëkohësisht të vajit të ullirit janë të shkëlqyera, prandaj ne ju rekomandojmë që të filloni menjëherë ta përdorni këtë përzierje dhe të merrni përfitimet shëndetësore që ato ofrojnë. Prej shumë vitesh njerëzit e kanë përdorur këtë kurë natyrale në të mirë të shëndetit të tyre dhe të trupit. Kjo kurë e cila konsumohet esëll është një alternativë natyrale për shëndetin më optimal. Mirë po, kombinimi i limonit me vajin e ullirit janë një kombinim i famshëm për të stimuluar dobësimin. Këta dy përbërës natyral ndihmojnë trupin tuaj të nxjerrë të gjitha toksinat tuaja nëse ju konsumoni një gotë çdo ditë. Përveç përfitimeve të brendshme që sjell kjo pije, ju mund të përdorni edhe për trajtime të jashtme. Limoni dhe vaji i ullirit janë një mënyrë shumë efikase edhe e trajtimit të problemeve me lëkurën. Prandaj ne ju sugjerojmë një mënyrë trajtimi të lëkurës me anë të këtij kombinimi perfekt.
Vaj i ullirit është i mbushur me antioksidantë si vitamina A dhe E, ndihmon në pastrimin dhe në rikuperimin e fytyrës së dëmtuar nga aknet, dielli, tymi i cigareve apo faktorë të tjerë të jashtëm. Vaj i ullirit funksionon edhe si një zbutës natyral, duke i lënë poret tuaja të pastra që mban larg edhe krijimin e akneve. Është i këshillueshëm gjithashtu për fytyra delikate pasi do t'i jap fytyrës tuaj një ndjesi pastërtie dhe butësie të mrekullueshme. Lëngu i limonit është një ilaç natyral e cila ndihmon edhe në mbylljen e shenjave që shkaktojnë aknet. Ngjyra e lëkurës tuaj do të jetë më e bardhë dhe më e ndriçuar për shkak se limoni do t'ju sigurojë një pastrim të thellë të saj. Përzierja e këtyre dy përbërësve do t'ju jap ju efektin që ju dëshironi. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 2 lugë gjelle vaj ulliri, 2 lugë gjelle me lëng limoni. Përgatitja: kombinoni 2 përbërësit në një enë të vogël dhe trazojini mirë. Aplikojeni në fytyrë dhe në qafë duke shmangur zonën poshtë syve. Lëreni të veproj për 25 minuta. Gjatë kësaj kohe siguroni që të vendosni një peshqir rreth qafës për të evituar ndotjen e rrobave tuaja nga maska. Më pas, lani fytyrën me ujë të ngrohtë dhe thajeni atë me kujdes me peshqir të butë. Më pas aplikoni kremin tuaj të përditshëm dhe hidratues. Përfitime të shumta vijnë nga kombinimi i vajit të ullirit, mjaltit dhe limonit. Këto produkte të konsumuara gjerësisht në traditën shqiptare janë mjaft të dobishme në përkujdesjen natyrale ndaj shëndetit. Vaji i ullirit gjithashtu përmban sasi tepër domethënëse të yndyrave të quajtura yndyra të mira dhe nga ana tjetër të acidit oleik, duke ndihmuar kështu edhe në paksimin e shfaqjes së sëmundjeve koronare. Ai përmban antioksidantë dhe ushqyes që luftojnë inflamacionin dhe ndihmojnë në uljen e niveleve të kolesterolit të keq, ngadalësimin e plakjes dhe largimin e radikaleve të lira. Mjalti është një ushqim natyralisht i ëmbël që i jep shëndetit tonë shumë përfitime. Përmbajtja e lartë e sheqerit është një burim i shkëlqyer i energjisë së shëndetshme. Gjithashtu mjalti lufton bakteret dhe njëkohësisht inflamacionin, por edhe shërben si antibiotik dhe antiseptik. Për më tepër, ai luan një rol qetësues. Lëngu i limonit nga ana tjetër përmban vitaminë C, acidin citrik, kalcium, magnez, bioflavonoid, pektin dhe limonen, të cilët së bashku forcojnë sistemin imunitar dhe e mbrojnë atë nga infeksionet. Lëngu i limonit është ideal për detoksifikimin dhe për pastrimin e organizmit. Ai hollon gjakun dhe është efikas edhe kundër viruseve dhe baktereve. Ekspertët shprehen se kombinimi i vajit të ullirit, mjaltit dhe limonit është përdorur edhe në kultura të lashta për shkak të vlerave të tij shëndetësore dhe njëkohësisht gjallëruese. Ky kombinim e forcon sistemin tuaj imunitar, lëkurën, mëlçinë dhe pakson rrudhat. Një lugë gjelle në ditë e vetme e kësaj kure me stomakun bosh rekomandohet gjithashtu të konsumohet herët në mëngjes për gjatë një muaji. Kjo dozë mund të përsëritet sërish pas 6 muajsh. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë: një gotë me lëng limoni, 180 gram mjalt dhe 4 lugë gjelle me vaj ulliri. Përgatitja: shtrydhni 3 deri në 4 limon dhe hidheni lëngun në një kavanos qelçi. Shtoni aty mjaltin dhe vajin e ullirit dhe përzijeni me një lugë druri derisa të formohet një lëng i njëtrajtshëm. Mbylleni kavanosin dhe futeni në frigorifer. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.